Deri më sot nuk e kemi ditur se hithra kuron një problem që prek më së shumti shqiptarët. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të problemeve dhe sëmundjeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë personat në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa receta mjekësore dhe një prej tyre është edhe përdorimi i hithrës. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen dhe lehtësimin e dhimbjeve derisa të merrni trajtimin e specializuar. Ajo lufton inflamacionin në organizëm, pakson entjen dhe largon dhimbjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar nga këto vlera është çaji i hithrës së freskët ose të thatë. Lëngu i hithrës përmban më shumë minerale të konsiderueshme të përfshira si kalciumi, magnezi dhe hekuri. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë nga anemia, por edhe parandalon edhe sëmundje që mund të gërryejnë në kockat me kalimin e moshës. Lëngu i hithrës së freskët mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë natyrale kundër këtyre shqetësimeve, citoi eksperti. Prandaj sugjerohet t'i përdorni me kujdes vazhdimisht në dietën tuaj, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato do të bartin. Lëngu i hithrës së freskët nevojitet për tu lehtësuar ky problem. Për këtë lëng ju nevojitet një filxhan çaji me hithra të freskëta dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Mbani gjithashtu doreza gjatë pastrimit të hithrave dhe i lani ato vazhdimisht me ujë të bollshëm. Më pas hidhini në një tenxhere dhe e lini të marrë një val. Uleni zjarin dhe e lini të zjenjë për pak kohë. Menjëherë pasi e kulloni, lëngun e konsumoni. Shtoni mjalt nëse dëshironi të keni gjithashtu edhe një shije më të ëmbël. Lëngu me gjethet e thata të hithrës mund të përgatitet në këtë mënyrë. Merrni një lugë çaj me gjethet të thata të hithrave. Hidheni në një çajnik me rreth 2 gota me ujë. E zjeni për të paktën në 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni mjaltin për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë, e cila do ju ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e inflamacionit. Lëngu duhet të konsumohet vazhdimisht në formën e tij të ngrohtë. Mund të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë që e ndjeni veten tuaj akoma dhe më mirë. Lëngu i hithrës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm, për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që ai i përmban me shumicë. Hithra gjithashtu është e pasur me elementë mjaft të mirë ushqyes, të cilat së bashku me elementët e saj do të përmirësojnë organizmin. Hithra është e pasur me magnez, kalcium, madje më shumë se barishtet dhe zarzavatet e tjera që mund të konsumoni. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden tek lëngu i hithrës së bashku me sasinë e mirë të vitaminës C i japin kësaj të fundit efikasitet të plotë edhe në lidhje me fuqizimin e sistemit më të mirë imunitar. Aplikimet të ndryshme të hithrës janë po ashtu efikase dhe përdorimi i saj në këto raste mund të japë rezultate fantastike edhe në rigjenerimin e nyjeve tuaja. Hithra është një bimë e egër që përdoret vazhdimisht në dietat tuaja të përgjithshme. Lëngu i hithrës ndoshta nuk futet në listën tuaj të përgjithshme të kujdesit shëndetësor, por është një prej çajrave më të mirë që mund ta shtoni në dietën tuaj për shkak të ndikimeve pozitive që ajo bart. Megjithatë, ky lëng është shumë i shijshëm dhe plot me vlera të rëndësishme ushqyese, të cilat në disa raste mund të ulë gjithashtu edhe dhimbjet, të qetësojë alergjinë dhe të përmirësojë organizmin tuaj në tërësi. Ekspertët vazhdimisht e këshillojnë në konsumin e lëngut të hithrave ose dhe përdorimin e saj në mënyrë natyrale. Pasi do të përmirësojë tretjen, do të mbajë larg inflamacionet dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet tuaja të lëkurës. Hithra është një bimë e egër që përdoret rregullisht në vendin tonë. Hithra gjendet kudo në vendin tonë, ndërsa emri shkencor i saj është Urtica dioica. Prej mira vitesh me radhë, hithra është përdorur gjërësisht, jo vetëm si një burim ushqimor i pasur me fibra, por gjithashtu edhe në mjekësinë medicinale. Nëse hithra përdoret si burim ushqimor, duhet të dini se ajo është shumë e pasur me proteina njësoj si edhe spinaqi. Hithra mund të thahet dhe të përdoret në çaj.
Lulet e bimës së hithërës përdoret gjithashtu edhe në përgatitjen e çajit të shijshëm. Çaji i hithërës është i fortë dhe ka efekte të menjëhershme në organizëm. Sidomos për shkak të flavonoideve, karotenoideve, vitaminave dhe mineraleve që ai përmban me shumicë, do të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Hithra është e pasur me kalium, gjithashtu edhe me element të tjerë ushqyes. Kështu që, në mënyrë direkte, konsumi i çajit të hithërës mund të japë rezultate fantastike në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Prandaj, duhet të tregoheni të vëmendshëm edhe të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj për të përmirësuar organizmin dhe për të mbajtur larg gjithashtu edhe shqetësimet e njëpasnjëshme. Ekspertët e cilësojnë hithrën dhe lëngun e saj si një nga produktet më të mira që mund të përdoren në dietën tuaj. Kështu, duke përfituar nga vlerat e saj do ta keni më të lehtë edhe të rrisni imunitetin. Vlerat dhe elementët ushqyes të lëngut të hithërës janë vërtet larmishëm, sidomos bëjnë punë fantastike edhe për shëndetin tuaj të veshkave. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, ekspertët e cilësojnë kështu hithrën dhe lëngun e saj si një nga zgjedhjet e para kundër këtyre komplikacioneve. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te çaji i hithrës, së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje gjithashtu edhe me fuqizimin e sistemit tuaj imunitar. Shkencëtarët kanë zbuluar se ajo ka lidhje të drejtpërdrejta edhe në rregullimin e uljes së tensionit të lartë të gjakut, dhe përfitimet që do të merrni në këtë aspekt do të jenë gjithashtu edhe më të rëndësishme në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Përbërësit anti-inflamator, si dhe kaliumi, ndihmojnë në uljen e presionit në arteria dhe në enët e gjakut. Kështu do të keni përfitime të duhura në shëndetin tuaj kundër këtyre shqetësimeve. Antioksidantët dhe vetit kundërinflamatore të lëngut të hithërës e bëjnë atë një produkt fantastik edhe kundër shqetësimeve të tretjes. Lëngu i hithërës do të ofrojë një rimëkëmbje më të mirë të shëndetit të aparatit tretës dhe do të promovojë gjithashtu edhe bakteriet e dobishme kundër këtyre komplikacioneve. Ju mund të konsumoni lëngun e hithërës si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet mjaft të pasura me minerale të kalciumit, magnezit dhe hekurit. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit që vuajnë kryesisht edhe nga shqetësimet e anemisë, por edhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme siç mund të jenë ato të kockave, gjithashtu të cilat mund të rëndohen vazhdimisht edhe me kalimin e viteve. Lëngu i hithërës mund të përdoret për të ulur dhimbjet e muskujve, të shpinës, të kokës, lëndimet e lëkurës e të tjera. Ky lëng është pa aq efikas madje edhe në mënyrë të drejtë edhe kundër komplikacioneve të nyjeve. Lëngu i hithërës është një veti shumë e mirë ushqyese për mbrojtjen e organizmit. Gjethet e hithërës janë quajtur gjithashtu urtica dionica që në përdorime tradicionale ndër shekuj i jep rezultate fantastike në rigjenerimin e organizmit. Në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithërës vazhdimisht në dietën tuaj. Sipas ekspertëve, gjethet e hithërës janë një burim i pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me vitaminën C, që reduktojnë kështu edhe problemet e molekulave të dëmshme të quajtura radikale të lira, të cilat mund të ndikojnë në përkeçimin e simptomave tuaja dhe të nxisin edhe inflamacionet. Hithra është një bimë shumë e mirë e cila mund të lehtësojë edhe problemet tuaja të artritit. Nëse prej kohësh zhvuani nga artriti, përdorimi i hithërës në këtë aspekt mund të jetë një mënyrë e kujdesit të duhur që mund të ndërmerrni në këto trajtime. Sipas Healthyside, përdorimi i hithërës në gjendjen tuaj kundër problemeve të artritit, qoftë në formën e pastës ose të lëngut, mund të japë gjithashtu trajtimet e duhura për të cilat e keni nevojën. Hithra është një produkt fantastik edhe për persona të cilët kanë edhe luhatje të sheqerit në gjak. Ajo mund të përmirësojë ndërveprimin e elementeve ushqyes dhe të stabilizojë luhatjet të sheqerit në trup, duke promovuar kështu një organizëm më të shëndetshëm dhe një mbrojtje më të mirë efikase kundër këtyre shqetësimeve.
Ekspertët këshillojnë gjithashtu edhe përdorimin e ithrës kundër komplikacioneve të frymëmarrjes. Ithra është e përdorur prej kohësh në mjekësinë popullore edhe për të ndihmuar kundër alergjive sezonale, edhe kundër problemeve të frymëmarrjes. Nëse doni të lehtësoni alergjitë sezonale dhe të keni një frymëmarrje më të qetë, atëherë lëngu i ithrës duhet jetë pjesë prezente në dietave tuaja. Përdorimi i tij me kujdes në mënyrë të rregullt mund të jetë gjithçka që keni nevojë, sidomos në këtë periudhë të vitit, citon Healthline. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.